Ju vlas nga studio emisionit Opinion si çdo të martë mërkur në orën 22 e tejnë në orën 21. Emisionit sot është emisionit që ndahet në 3 pjesë. Në pjesën e parë do flasim për një lloj llogaritje. Sa janë milionat e korrupsionit që s'pak pretendojnë deri tani që janë pra problematike. Kur flas, nuk bëhet fjalë për të gjithë totalin, bëhet fjalë për paratë e shpenzuara ku mendohet nga SPAK që ka ndërhyrje, përfitime apo korrupsion të mirëfillt. Në fakt janë disa nga çështjet kryesore që ne do t'i rendisim, do të jetë pjesën e parë të emisionit. Ndërkohë në pjesën e dytë do të jem me Merin Maçin për një ngjarje e cila lidhet në fakt me aksidentin e 2 javëve më parë. Babai i djalit i cili kjo është një video që u bë virale dje, kudo në rrjetet sociale bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur eksaktësisht dje në të njëjtin vend ose në të njëjtën zonë ku ndodhi aksidenti 2 javë më parë, po të vini re një person që ngjet makinën në gjendje të deur, ka goditur makinën e policisë duke rrezikuar dhe jetën e njërit prej efektive të policisë dhe është arrestuar nga policia. Video ishte tronditse, po të qini më mënyrën se si e reagon. Ndërkohë, babai i djalit 8 vjeçar, që u aksidentua 2 javë më parë dhe që fal Zotit shpëtoi dhe është në gjendje të mirë, na ka vënë në dispozicion kamerat e sigurisë së shtëpisë tij për të llogaritur 2 javë më parë çfarë ka ndodhur me aksidentin. Momentin kur ka ndodhur ngjarja, momentin kur ai me këtë makinë blu, siç e shihni këtu, ka transportuar vetë djalin e tij 8 vjeçar drejt spitalit, duke mos pritur mbritjen e ambulancës, momentin kur ka mbritur polici i parë rrugor pra me motor, makina e policisë, momentin kur ka mbritur ambulanca e parë, ambulanca e dytë dhe ambulanca e tretë. Duke llogaritur kohën, Merin Maçi do t'ju rindërtojë ngjarjen eksaktësisht siç ka ndodhur pra aksidentin e 2 javëve më parë, njëkohësisht dhe një koment vogël për atë ngjarje tronditse të ndodhur dje pra kur një person i deur godet makinën e policisë. Ndërkohë, unë kam 4 të ftuar për këtë çështje, duke nisur me Klodiana Lalën, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Aranita Brahaj nga Open Data Albania, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Eugen Beci, avokat, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Klodian Tomori, gazetar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në fillim të emisionit, unë doja të bëja një lidhje të vogël për një lajm i cili po ashtu u bë shumë viral, lajmi qarkullon prej shumë kohësh, por Flamur Vezaj, një koleg gazetar i cili jeton prej kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka publikuar fillimisht një video ku tregoi një fest në një nga burgjet e sigurisë të lartë në Shqipëri dhe njëkohësisht më pas ai ka folur për ato që konsiderohen vizitat e vajzave VIP, mund t'i quajmë tani eskorta, nuk e di se si mund të jetë fjalë më mirë, në burgjet e sigurisë të lartë me persona problematik të botës së krimit. E kam lidhje drejt për drejt Flamur Vezaj nga SBA. Flamur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën Blendi. E para, ju keni folur për vizitat e vajzave të njohura, një pjesë apo të panjohura, s'ka rëndësi në për burgje, me takime speciale, me personazhe të botës krimit që i njohin ose nuk i njohin, se nëse i njohin është e drejta tyre të takojnë, dhe keni deklaruar që keni dhe video dhe foto. Ku i gjetët ju video dhe fotot për këtë gjëra? Në fakt, unë po merresha me lidhje me publikimin e videos që ndodhi në burgun e Durrësit, ku dukeshin disa të dënuar mes tyre dhe Lul Berisha që festonin me alkool dhe telefona, dhe në fakt në këtë kohë po verifikoja për personazhet se kush janë ata në ato video që ne transmetuam te Mashqip. Por duke qenë që po investigoja dhe po kërkoja edhe pse larg në fakt, ajo që më bëri përshtypje ishte fakti që më rezultuan diku rreth 17 deklarata notariale, të cilat deklaronin për bashkëtesa për të bërë takimet speciale në burg. Për të bërë takim burg duhet kesh bashkëtesë. Ligji është që duhet të jesh i martuar si rregull, i fejuar por e kanë ndryshuar rregulloren pak vite më parë dhe kanë përfshirë edhe bashkëtesën. Por te bashkëtesa, në momentin që merr një deklaratë notariale, duhet t'i provosh noterit kontratën e qiras të bashkëtesës, fotografi të pushimeve, gjëra të tilla. Dhe fatkeqësisht, më rezulton që rreth 17 raste të tilla noterët, përveç se nuk i verifikojnë këto raste, i kanë lëshuar këto akte ose këto deklarata notariale edhe me emra fiktiv të personave të ndryshëm. Çdo më thënë me emër fiktiv, se ky gjë s'ka ndalë në vete. Ideja është këtu, Blendi, në qoftë se po themi X-i Flamur Vezaj do të shkojë të takojë në burg bashkëtuesën e cila normalisht është në mënyrë fiktive, ata nuk e vënë emrin e Flamurit në deklaratën notariale, por vënë emrin e një familjarit të vërtetë të personit i cili është brenda në burg dhe shkojnë bëjnë takime. Më rezulton që po takimi bëhet me personin që ke vënë emrin, s'mund bëhet me një person tjetër.
Po duke qenë që kishin një korrupsion thuajse të përfshirë që nga noteri, drejtori i burgut, apo shefi i policisë së burgjeve, kishte raste edhe që me ndërhyrje nga persona politik për të bërë takime të tilla, ata mundsoheshin këtë takim kundrejt edhe përfitime financiare. Mos harro dhe një gjë Blendi, më rezulton që i njëjti person, i njëjta femër rezulton që ka hyrë në 2 burgje të ndryshme dhe ka takuar 2 personazhe të fortë të ndryshëm. Pra si nuk ka mundësi. Po mund ketë bashkëtuar me të dy ajo. Në njëjtën kohë me të dyat. Dhe ka rezultuar që ka hyrë në 2 burgje të ndryshme, i njëjti person, të cilat janë të showbizit. Po mund ketë bashkëtuar një herë me njërin, një herë me tjetrin, 3 ditë me njërin, 3 ditë me tjetrin. Në fakt, këto bashkëtesa me ditë janë vetëm në burgjen tonë kanë ndodhur fatkeqësisht. Flamur, ti vjen nga Amerika, po Shqipëri mund të jetë normale kjo? Normale me ligj nuk është normale në fakt, por me ligj me ligj është normale. Duke qenë që e njëjta vajzë po thua se s'po përdor fjalën, ka shkuar për takime speciale dhe në një burg tjetër duke u deklaruar bashkëtuese 2 personave që ndodhen në burg. E të dyve dhe çuditërisht rezulton vetëm nga muaj maj, korrik dhe maj qershor dhe korrik. Flodi po më thotë dhe diçka më të tmerrshme. E njëjta vajzë ka hyrë për një takim dhe ka takuar 2 persona të ndryshëm brenda një vizite. Tani fenomen që zgjat prej disa vitesh. Patjetër, se është Dakor, problemi është që e para të lutem. Ja ta mbaroj Flamuri që tash. Jo, vetëm një fjali. Atëherë, së pari ka disa vajza të cilat deklarojnë ose bashkëtesë ose pretendojnë për bashkëtesë me një të dënuar ose të paraburgosur X, që në pamje të parë nuk thot asgjë për institucionin e burgjeve, pra është një person i cili nuk ka atë pushtetin e madh, nuk është bosi i krimit e tjera me radhë, ama kur hyn në ambientet e paraburgimit, në atë që quhet dhoma e takimeve speciale, atje e pret personi, pra bosi i krimit për cilin është kontraktuar kjo vajzë. Patjetër, po nuk është një histori e kohës së sotme. Unë para disa vitesh. Këto dhoma dhe takime speciale policë rri aty apo s'rri dot? Po, qëndrojnë në pjesën e jashtme, po jo, kemi pasur edhe një tek dera jashtë po. Tek dera jashtë po. Por ka një gjë, në para 4 vitesh, unë kam bërë një investigim tek Birnë Albania. Dhe po të shikosh mënyrën se si funksiononin burgjet, ishte një gjë surreale. Aty ishin bërë palestra, aty shkonin vajza VIP, aty pagueshin në shuma... Ajo është burg, nuk është shtëpi publike. Po të them kështu funksionon. Ajo çfarë më bën përshtypje është pse po bën kaq shumë zhurmë kjo gjë, kur në fakt ka nisur 4-5 vite më parë dhe është diskutuar. Ka cikël lajmi. Kjo është gjëja që më bën përshtypje sot. Po më thoshe që e njëjta vajzë, se po më thoshe një fakt, vetëm që do të fakte, po. Ideja është që Klodi të jap të drejtë për faktin që ka ndodhur gjëra të tilla për shumë vitesh, por në fakt një fluks kaq i madh nuk ishte ndodhur, që brenda 3 muaj të hynë 17 vajza të ndryshme, apo 2 prej tyre edhe të njëjta të takojnë personazhe të tillë. Ajo që për 3 muaj 17 vajza, tani janë personazhe të njohur apo janë personazhe se mund të jenë dhe bashkëtueset normale të tyre? Disa janë të deklaruar sikur janë të dashura, disa janë personazhe të njohur të rrjeteve sociale të TikTokut, disa janë vajza të njohur të reality show Big Brother apo gjëra të tilla që kanë angazhuar ose janë bërë, dhe ka edhe personazhe në emër të asistent avokatës apo psikologës që hyjnë dhe takojnë personazhe të ndryshëm. Ajo çfarë tha Klodi është e vërtetë se në rastin e lartë një lloj trajtimi psikologjik ja bëjnë ato. Patjetër, sidomos ato 5 orët e qëndrimit të dhoma speciale. Ideja është që lart Axhiut, për shembull kemi rastin konkret që një personazh nga Kosova, cilën edhe Elton Qyno kolegu jonë ka publikuar, ka ardhur për të takuar një person me mbiemër Kurtin, ndërkohë në dhomën speciale ka gjetur lart Axhiun e bandës së Lushnjës. Pra ka ndodhur edhe gjëra të tilla. Po si ajo e ka gjetur rastisht atje apo ishte rakorduar? Po ishte rakorduar, besoj, sepse rastisht nuk mund ta marrin 2 persona, 2 punonjës policie nga burgu, nga qelia e tij ta shoqërojnë te dhoma e dhomës speciale, kur në letra rezultonte për diçka tjetër. Por ideja është që janë personazhe të ndryshëm dhe kjo varion. Tani një pyetje Flamur nga aq informacion sa ke ti, bëhet fjalë për vajza që kanë pasur realisht lidhje me këta gjatë kohës që kanë qenë jashtë apo janë paguara? Pra bëhet fjalë për një fenomen prostitucioni eskortash, apo bëhet fjalë për një raport që ka qenë jashtë dhe njerëzit pastaj edhe kur janë brenda mund ta ruajnë. Se ka njerëz që martohen me ata në burg duke qenë jashtë. Ka pasur raste. Po ka pas raste, në fakt që janë martuar, ka pas raste të dashura, por më rezultojnë që shumica prej tyre janë eskortash të shoqëruara kundrejt pagesave të ndryshme, sepse nuk pretendojnë që paguhen Flamur? Më fal, se sot dëgjova. Sa paguen?
Tani, çmimet unë nuk e di se nuk kam ndërmjetësuar, por nga informacionet dhe nga personat të cilat më kanë shkruar, variojnë çmime të ndryshme mbi bazë të personit se sa ka shikueshmëri në rrjetet sociale apo sa është e njohur. Nga informacionet të ndryshme të cilat më janë dërguar, nga informacionet të ndryshme që janë dërguar variojnë me shuma të ndryshme, 3.000 euro e sipër. Por nuk e di saktësisht sepse janë informacionet pa konfirmuar. Jo, 3.000 euro e sipër thot nga 3 nuk e di sa është tavani. Tani në rastin konkret më thot dikush nga këto për shkak pas publikimit të videoskandalit Lul Berishës, më ka dërguar që kanë paguar edhe $10.000 në formë dhurate që kanë bërë për të shkuar për të takuar dikën në dhomën e burgut dhe fatkeqësisht përveç se janë takuar, blendi ka raste që i kanë filmuar dhe më pas i kanë shpërndarë mes shokëve për të mburrur. Edhe ajo video për cilën unë pretendova ose nuk e transmetova për efekt etikës profesionale, po themi në një farë mënyrë moralit dhe etikës të imazheve që duken aty, është imazhe të cilat i kanë filmuar vetë dhe më pas e kanë shpërndarë tek persona të tjerë duke u mburrur dhe është modeli. Tani si ran këto materiale në dorën tënde? Deklaratat notariale, emrat e vajzave, videot. Fevzi, deklaratat dorëzohen tek burgu, ndërkohë sa ju përket videove, ju e dini që çdo kontroll që bëhet nëpër burgje dalin 4-5 celular. Dhe ju gjejmë gjëra. Para 2 ditësh u gjend në paraburgimin e Durrësit, dje ishte në Peqin dhe në Elbasan, kështu që kjo është një histori e njohur, sidomos me pjesën e celularve, se një pjesë të paraburgosurve ose dënuarve paguan shumë të konsiderueshme për të mbajtur celular, për të lidhur me familjen e tjera me radhë. Ka të tjerë pastaj që duan për aktivitet kriminal. Kemi pasur raste të aktivitetit kriminal nga brenda burgut. E fundit po, edhe 2 minuta kam. Ne të gjithë i dinim, Blendi, ne të gjithë i dim se këto funksionon, por asnjëherë nuk kanë dalë me video siç doli video e Lul Berishës, për shembull, me ato festat me alkool, me telefon. Flamur të gjithë e dim thot, po unë nuk besoj se burgu është me meny, që merrti këtë dushë skort nga jashtë. Jo, referohem Klodit që thotë që kjo funksionon prej vitesh. Realisht kjo funksionon prej vitesh, po asnjëherë nuk ishte parë në publik. Edhe fakti. Jo, ka pasur foto janë publikuar edhe më parë. Ka pasur foto. Kam publikuar unë foton e Sajmir Tahirit, po tjetër Sajmir Tahiri me Balilin, me atë Safet Bajrin dhe me një person tjetër nga Ore, lejohet alkoolin në burg apo se jo? Jo, nuk lejohet. Por e kanë bërë alkoolin brenda. Por ka pas një teknik që zjeni raki brenda në burg. Unë pash një lajm që Ilir Metës nuk i jepnin rush, se kishin frikë se mos e bënte raki, ndërkohë këta kanë. Ai nuk duket alkooli për vetë, aty duken birra tamam. Edhe futen edhe alkooli futet edhe nga jashtë. Blendi ka raste që i abuzohet me pijet freskuese të cilat futen me kundrejt pagesave të ndryshme. Nga informacionet thash, në momentin e publikimit të kësaj videos nuk e ke idenë sa njeri më ka shkruar personazh brenda burgjeve dhe jashtë burgjeve të cilat tregojnë histori të ndryshme, por mos harrojnë që janë 17 raste të cilat po verifikohen dhe në mes tyre me sa kam informacion unë ka disa noterë të cilat kanë falsifikuar dokumentat. Dhe ajo ndoshta mund të pritet më herët mas. Unë nuk prirem t'i besoj ose të them fakte që pse shkuan këta. Të gjithë kanë shku me dëshirë. Disa prej tyre kanë relatat edhe nga jashtë kanë pas burgut, disa kanë krijuar, po themi për shkak të njohjeve dhe mundësive që kanë. Ajo që është ndaluar është si ka mundësi që në burg gjende këto të çarat, sepse në paraburgim për shembull nuk lejohet takime speciale. Në Shqipëri rezulton që nga paraburgimi personi gruaja vetë i ka lindur. Por në ligj nuk lejohet që takohet në takim special kur është në paraburgim. Pra gjëra të tilla ne i dim gjithë që po dilin edhe kanë dalë ose janë publikuar. Fakti është që po duken dhe atë listën e ke Flamur. Atë listën e ke? Listën e ke me emrat? Patjetër e kam me emra në fakt, po i kisha vendosur. Ma ço pak në WhatsApp masi ta mbyllësh. Po njëra për shembull nga vajzat kaqar. Nuk mund ta bëj publike përderisa tani ajo është çështje privacy. Njëra nga vajzat e showbizit për shembull ka shpërthyer në lot momentin që është marrë në pyetje nga SHKB-ja burgjeve. Sepse ka pretenduar që nuk duhet të dilte emri, nuk duhet të përflitet emri i saj etj. Po shkove hyre në burg, se unë kam shkuar për reportazhe 2 herë. Ka kamera pafund, do firmos letra pafund, kontrollojnë si s'do dalë emri. Po mirë, po them çfarë ka ndodhur. Ledi, ajo që thash është pak më e rëndë. Është fakti që mirë në burg po i fusin telefonat për efekt, po themi pagesave, detyrimeve që kanë. Edhe për efekt përgjimi kanë përshtypjen. Në dhomë speciale dhe kanë filmuar vetën.
Ka patur raste që kemi patur paraburgosur të cilët i kemi hetuar për trafik droge dhe kanë ndjekur të gjithë procesin e trafikut drogës nga paraburgimi nëpërmjet telefonave celular. Po ajo që thot zoti Veza është shumë interesante. Paraburgimi është një regjim i cili kontrollohet në mënyrë ekskluzive nga prokurori i çështjes. Çdo të thot, një person i paraburgosur që të marrë leje për t'u takuar duhet miratohet nga prokurori i çështjes. Këtu, siç duket, drejtoria e përgjithshme e burgjeve, administrata e burgjeve nuk do t'ja di më as për prokurori as për gjë, sepse paraburgimi, çdo person që takon një të paraburgosur është me miratim të prokurorit të çështjes. Mendo se ku kemi vajtur, zinxhiri i tërë strukturave ligjzbatuese në Shqipëri ka dështuar dhe ka çeduar. Jo ka lindur, si thot Flamuri, po gjatë hetimeve që unë kam patur, pasi personi përfunduam gjykimin, ai u martua dhe u bë me 3 fëmijë, se vazhdoi gjyqi gjatë. Flamur, faleminderit për ndërhyrjen. Blendi, faleminderit për ftesën, por uroj që këto të qarat e sistemit të gjetur në burgje të mbyllen në fakt, edhe pse është pak e vështirë për shkak se burgjet funksionojnë me një drejtor institucioni dhe me një drejtor që merret me të burgosurit. Faleminderit, kisha Flamur Vezaj nga Shtetet Bashkuara të Amerikës.